Forcimi i kapaciteteve të fermerëve dhe nxitja e zhvillimit të qëndrueshëm të sektorit blegtoral ishin në fokus të një trajnimi të zhvilluar së fundmi në Tiranë, në bashkëpunim me QTB Korçë. Gjatë aktivitetit u prezantuan praktikat më të mira për menaxhimin e fermave, ushqyerjen dhe mirëqenien e kafshëve, si dhe masat e biosigurisë, që ndikojnë drejt për drejt në rritjen e produktivitetit. Përgjegjësi i sektorit të mbashtimit bëri të ditur se në këtë trajnim, ku morën pjesë fermerë dhe specialistë të sektorit blegtoral, u prezantuan teknika dhe metoda bashkohore për përmirësimin e performancës ekonomike të fermave. Dhe një fermer që të ngrej një fermë blegtorale duhet paraprakisht të shqyrtoj disa çështje që kanë të bëjnë me menaxhimin e fermës. Për shembull, duhet të shikoj kushtet geofizike të zonës, të shikojë cilat specie shkojnë në këtë zonë. Ai të zgjedhë racën e dur në zonën e tij ku do mbashtroj fermën. Pastaj duhet të shikoj dhe çështjet se ku do të përpunoj qumshin, ku do ta dorëzoj qumshin. Duhet të shikojë madhësinë e fermës, ka të bëjë edhe me madhësinë e fermës menaxhimi. Duhet që të ketë një numër optimal të krerëve. Pra të gjitha këto ndikojnë në një menaxhim sa më të mirë. Gjatë aktivitetit të tij, përveç për shembull një të ushqyeri sipas teknologjive që ne rekomandojmë, duhet të ketë edhe strehimet e përshtatshme, sepse të gjitha këto ndikojnë në një efektivitet ekonomik të fermës. Dhe gjithashtu të ketë të studiuar edhe tregun dhe të ketë të njohë mirë çmimet e shitjes të qumshit. Në qendrën e transferimit të teknologjive bujqësore mbashtohen rreth 400 krerë bakti të imta, të cilat shërbejnë si reproduktor me vlera të larta racore.